që të regojnë daljen e deputetve. Të shojmë nëse dikush do të komunikoj me gazetarët pas mbylljes kaq shpejt të seancës për ditën e sotme. Do t'jetë zoti Berisha, i cili do të komunikoj me gazetarët tani. Kësa i thonë kur parlamenti shtrohet në një bodrum të mafjes. Parlamenti nuk respekton as një regull, as të regulores, as kushtetutën, as ligjet. Parlamenti përdoret si një dyqan privat i partisë së krimit, dhe kjo ishte një seancë ndër më të turpshme, ku pas një farset elektorale të pa precedent, në vend që qytetarët të ndigjonin të gjithë faktet, argumentat e opozitës dhe deputetve dhe kandidatve për atë që ka ndodhi me 11 maj. Këta janë mbathin brenda disa minutave. Ja, shifni, ja ikin. Ikin. Dhe janë, ja u thash dhe në parlament si të pat ju. Ishte shumë në drejt që në parlament të vinë. Post e karteleve sësa këta. Se ata janë të vërtet, kurse këta janë thjesht shërbëtor të tyre. Megjithatë, ajo që duhet garantoj shqiptarët, vendosmërinë e palë kundër të opozitës të mbroj kauzën e drejtë të tyre për votën e lirë. Faleminderit. Tani pyetje se e kishit parë duke i çfarë pyetje keni? Kam unë një pyetje. Sa urdhë po? A jemi në njëra një gjysë të zyrë aty? Se ka gjëra. Tani e kam për parlamentin. Po. Partia Socialiste sot e ndërprerë seancën sigurisht me forcën e kartonave ku kanë 74 vota. E mendoni se çfarë do të ndodhë në shtator kur kanë 83 plus 3 86 vota? Pra do ta diskutoni edhe këtë? Një lloj, kanë një vot, ka gjithsej. Ata janë një. Janë të gjithë pa, mos e pyet, kush vjen aty? Vinë përfaqësues të, nuk janë deputet ata, janë, do të thënë, janë përfaqësues të një farse të shëmtuar elektorale që s'ka pa vend në kurrë. Keni diskutuar në shtator. Do përcaktohet. Të gjitha format e qendresës janë të pranueshme. Do diskutoni sot me drejtuesit politik grevën e orës? Jo, sot me drejtuesit politik kemi çështje krejtësisht teknike. Kanë të bëjnë thjesht me disa... Do diskutoni rezultatin që kanë marrë disa prej tyre? Jo, nuk ka problemi. Sot ka gjitha takimi është lidhur me finalizimin sa më shpejt të raportit. Mirupafshim. Seancë të turpshme konsideroi zoti Berisha